Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Do të flasim sonte për një temë tjetër, do të diskutojmë për funksionimin dhe pjesën organizative të repartit të oftalmologjisë pranë Spitalit Klinik të Tetovës. Nder respekt dhe mirënjohje për gjithë të stafin e këtij reparti, duke filluar nga mjekët, kirurgët, infermieret, motrat, të cilët janë pjesë e këtij reparti e që punën e tyre e kryejnë me përkushtim mjaft të madh ndaj pacientëve. Mirë, sonde kemi përzgjedhur që në emisionin tonë të kemi vetë kryeshefen e repartit për të folur pra për funksionimin e këtij reparti, doktoreshën Isnie Vejseli Jonuzi. Përshëndetje doktoresh, mirë se erdhët. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Dhe njëkohësisht kemi dhe doktor oftalmologun, kirurgun Armend Sejdini. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që na keni nderuar. Doktoresh, të fillojmë të flasim me ju si kryeshefe e këtij reparti në lidhje me pjesën organizative. Pra për punën organizative në repartin e oftalmologjisë, sa ka staf të mjaftueshëm, personel të mjaftueshëm për shërbimet që duhet të jepen qytetarëve ose pacientëve. Tamam. Unë jam kryeshefe në repartin e oftalmologjisë nga muaji maj, edhe gjithmonë në repartin tonë punohet si një familje. Nuk mund të themi unë jam ky, unë jam ai. Do me thënë, unë jam e para në mes të barabartëve në atë repart. Stafi jonë numëron 3 mjek specialist edhe 2 mjek në specializim, edhe 4 motra të cilat janë të gjitha me shkollë të lartë të infermierisë dhe me përkushtime punojnë punën ashtu siç thati. Sa i përket punës me pacient, ne jemi mjaft të gatshëm, profesionalisht të përgatitur, edhe me pajisje, edhe me dije, edhe normal që u përgjigjemi të gjitha pyetjeve edhe sëmundjeve kërkesave të pacientëve. Do të thënë, konsideroni që stafi në repart është i mjaftueshëm për të përgjigjur fluksit të pacientëve? Stafi çdo herë mund të ketë edhe më shumë, normal se ka edhe Tetova me rrethinën, në përgjithësi janë shumë edhe fshatnat, mund edhe tjerë normal të ndihmojnë, por tash për tash këto që jemi, ne i mbulojmë kërkesat e pacientëve. Kur jemi te pjesa organizative, të diskutojmë pak edhe për gjendjen, për shembull kushtet ose gjendjen e aparaturave, mjeteve që i keni në dispozicion për të funksionuar pra ky repart. Keni mjete apo pajisje mjekësore moderne që i dispononi apo janë të mjaftueshme? Pyetje shumë me vend. Oftalmologjia është një det të cilës çdo herë i duhen edhe aparate të reja. Për këtë duhet 2 etapa. Etapa e parë është tash me këto pajisje që i kemi, që i disponojmë, edhe jemi shumë mirë të pajisun duke i falenderuar drejtorit Erzenit. Ne kemi arrit të sigurojmë edhe materiale të mjaftueshme për operacion, kohëve të fundit. Pajisjet tona janë të ndara në pajisje ambulantore dhe pajisje të sallës operative. Aparatet janë paksa më të vjetra, mirë po, në korelacion me drejtorin, jemi në përpjekje për të sjell aparate edhe tjera të reja të sofistikuara që do të na shërbejnë gjenerata të tjera, që do të na shërbejnë për problematika të tjera. Një ndër ato është aparati OCT, optic coherent tomografi, që pacientët e njohin si kompjuteri i synit. Në qoftë se edhe ai aparat na vjen në repart, atëherë ne do të fillojmë edhe me metoda të tjera të reja që do të punojmë me pacientët, për retinopatit, për edeme të makullave, mos ndërhyj tash në profesionalizëm, se pacientët e duan ta ndigjojnë atë që e kanë si dhimbje të vetën. Doktor, dua të flasim pak edhe për çështjen e operacioneve në repartin oftalmologjik, pra me çfarë lloje të operacioneve më së shumti kemi të bëjmë? Po fillimisht repartin tonë vazhdojmë aty ku e kena lanë për më herët, do të thonë operacionet e kataraktës vazhdojnë tash në vazhdueshmëri. Punim në segmentin e përparëm, pasi te ne i kemi të ndara, do të thonë pjesët e sëmundjeve të syrit, pjesa kirurgjike janë segmenti të parëm edhe të pasëm. Në segmentin e pasëm mendoj që ende nuk jemi qendër për ta zhvilluar. Nuk i kemi kushtet e mjaftueshme, mirë po në vazhdueshmëri kemi shpresë dhe besim që do vazhdojmë edhe andej. I punim, do thonë, operacionet e kapakut,
që njihen pterygium hallazionit, to edhe ka pagu të halazion dhe pterygiumin atë pëlhurën e jashtme dhe më tepër punojmë në pjesën e kataraktës. Por kohën e fundit, duke ju falenderuar edhe udhëheqës Repartit, doktoreshës, në bashkëpunim edhe me spitalin, me klinikën e Shkupit syve, kishim një ndërhyrje edhe të një strabizmi devijimin e syrit e një fëmijë, 9 vjeçar dhe 10 vjeçar, që pretendojmë që të vazhdojmë ato operacione të vazhdojmë. Do të thënë, doktor, cilat janë operacionet apo ndërhyrjet kirurgjikale më të shpeshta oftalmologjike që kryhen ose që kërkohen më shpesh? Në numër më të madh për momentin janë katarakta që e zënë vendin e parë, për shkak që edhe numri është i pacientëve shumë i madh, se në Spitalin Klinik Tetovës nuk bëjmë pjesëvesh pacientët që janë të qytetit, por nga të gjithë Maqedonisë Perëndimore i kemi si pacientë të cilët na frekuentojnë neve. Doktoresh, të ndalemi edhe pak tek çështja e pjesës organizative që përmendëm më herët. Për shembull, a keni materiale mjekësore të mjaftueshme për të garantuar cilësi apo për të garantuar furnizim cilësor, konkretisht bëhet fjalë për materiale të cilët janë harxhuese, si për shembull lente, pika, fasha. Ashtu. Në kohë të fundit, përsëri do ta përmendi drejtori, ne kemi materiale të mjaftueshme, jo vetëm për katarakta, po edhe në përgjithësi për intervenime tjera, jo vetëm intervenime operative që punohen natë në sallë, po edhe intervenime të mikrokirurgjisë që punohen ambulantore poshtë në ambulanta. Kemi materiale të mjaftueshme. Me që përmendet çështjen e ambulantave, të ndalemi pak në organizimin e punës në pjesën e ambulantave dhe njëkohësisht strukturimin e punës pranë në repart. Do të thënë, ka dallime të organizimit midis, le të themi, urgjencave dhe në anën tjetër vizitave mjekësore? Po, ka dallime. Ne jemi prapë do të përmendja të çfarë sa jemi mjekët, edhe mundohemi të organizojmë punën edhe në ambulant edhe në repart. Në repart e ndërmerr punën mjeku kujdestar, ndërsa pjesa ambulantore i përket 2 mjekëve specialist ose ndihmës specializantët, që vazhdimisht kemi 2 doktor poshtë në ambulant, me motrat profesionaliste, dhe kemi pacient që janë të urgjencës, lëndime, ndezje të ndryshme të syve dhe pacient që janë me sëmundje kronike, ose të glaukomës me tensionet të lartë të synit, ose anomalit refraktare, ose sëmundje tjera të retinopative. Varet, do me thënë kemi edhe termine 18 në numër, edhe plus i pranojmë të gjithë pacientët që kanë udhëzime prioritet, që mos kthehen, normal se kanë zortin e vetë. Sigurisht. Po megjithatë, doktor, të flasim edhe pak për çështjen e ndërhyrjeve. A ofroni edhe ndërhyrje me laser, për shembull, dhe cilët janë në këto raste indikacionet për të bërë një trajtim të tillë? Po, në populaci është e njohur kjo ndërhyrja me laser, kryesisht folim për ndërhyrje ndaj kataraktës ose perdes. Atë metodë, do të thënë, e praktikojmë edhe në klinikën tonë, në repartin e syve. Nëse është domosdoshme, mendoj domosdoshme, por nëse është e arsyeshme. Po, e arsyeshme ta sqarojmë se si pacienti vjen deri në atë shkallë ku duhet që ta pranojmë për të ndërhyrë. Do thënë, ankesat e pacientëve dihet se si janë turbullimi i shikimit, rramje mbretësisë pamurit, tek neve lajmërohen pacientët, i pranojmë patjetër që e bëjmë zgjerimin e bebzës, paraprakisht është procedurë që duhet ta bëjmë. I bëjmë një A-sken edhe B-sken që ne e dim atë ehon që ja bëjmë për t'i parë ndryshimet në segmentin e pasëm, që ta dim deri ku duhet trajtohet pacienti edhe si duhet trajtohen, pastaj bëjmë matjen e thjerëzës, i japim pacientit udhëzime se si duhet veprone derisa të vinë në rend për operacion, dhe aty di që e thirrim edhe ndërhyjmë. Zakonisht një natë i mbajmë pacientët në repart për shkak komplikimeve të mundshme, edhe të nesërmet të lishep për në shtëpi. Megjithatë, doktora, keni sfida, le të themi, ose vështirësi specifike për kryerjen e disa operacioneve, le të themi, apo? Po sfida më e madhe është ajo se pacientët zakonisht lajmërohen kur katarakta është shumë e pjekur. Nëse duhet të sqarojmë edhe atë se nëse ndajmë nga pikuria e kataraktës i kemi fillestare, incipiente që njohim ne, imature, pa pjekur mature ose hipermature, numrin më të madh pacientëve e kemi me katarakta hipermature, të cilët janë të vështira për të operu, për shkak se punojmë me energji brenda për ta shkatruar atë lencën, atë kataraktën që është zhvillu. Ajo në përqindje të madhe dëmton edhe atë shtresën e brendshme të endotelit, edhe kemi tani komplikime post-operative për shkak vonesës që lajmërojnë pacientët.
Mirë po, a përdorni edhe teknologji të reja kirurgjikale dhe si ndikojnë këto në cilësinë e trajtimit, sepse e dim që mjekësia gjithmonë ka risire është e updateuar. Po, kjo është metoda e vetme që por metoda më e re e cila përdoret në krejt botën. Nëse llogaritim si metoda të reja, atëherë do ishte se aparaturat normal çdo vit shkojnë, ashtu që e thatë edhe vetë, të updatohen. Nevojiten aparatura të reja, doktoresha e përmendjat, edhe kemi besim plot që do pajisemi shumë shpejt me aparatura të reja, të cilët do e përmirësojnë edhe përqindjen e suksesit në operacione, detyrimisht. Doktore, të flasim pak edhe në lidhje me numrin apo fluksin e pacientëve të cilët paraqiten në repartin oftalmologjik. Pra, dita ditës shtohet ky numër, është konstant, ka ulje të këtij numri? Ne kemi shumë numër të pacientëve që frekventojnë, sidomos në ambulanta. Në qoftë se atë statistikën që e tregova se 2 mjek punojnë poshtë në ambulant, mund ta llogaritni se kemi rreth 100 pacient brenda ditës. Nuk i llogariti kontrollat e kujdestarive. Kemi shumë numër të madh të pacientëve. Mundohemi të dalim të gjithëve, domethënë në ndihmë, edhe deri tash nuk kemi pas asnjë lëshim të ndonjë pacient, qoftë të prioriteteve, qoftë të termineve të caktuara apo lëndimeve të mundshme. Të ndalemi dhe pak tek rrjedha e një operacioni oftalmologjik. Pra, nga momenti kur paraqitet le të themi pacienti në ambulant deri në fazën e shërimit. Si bëhet përzgjedhja fillimisht e pacientëve, si bëhet përgatitja e këtyre pacientëve, si vjen operacioni? Përzgjedhja e pacientëve, ne kemi për fat keq një listë të cilën duhet ta përfundojmë deri në fund të vitit. Edhe shkojmë në prej fillimit me thirrje të pacientëve që janë në listë më të parët. Ndërsa atë ditë që vinë pacienti në repart, përveç analizave që është dashur të përgatitet për të ardhur me pasqyrë të gjakut, me kontroll të internistit e me do analiza tjera të anesteziologut, ne e pranojmë pacientin në repart, motrat e kanë atë detyrë dhe obligim, psikofizikisht ta përgatisen pacientin me dokumente të caktuara edhe me zgjerim të bebzave, matje tensionit të synit, mandej bashkë me mjekët operator, përgatitje me eho, matjen e thjerëzës e deri në momentin kur duhet të hyjë në sallë. Hyrja e pacientëve në sallë është varësisht nga zgjerimi i bebzës. Varet a është diabetika, nuk është diabetika, është tensioni i lartë apo jo, edhe mandej i nënshtrohen operacionit. Këtu e kam patjetër ta përmendi ndihmën e visiting doktorëve të Shkupit, po edhe falenderoj edhe Armendin patjetër që çdo javë kemi operacione, edhe nga mjekët e repartit ton autokton, edhe nga mjekët visiting që na ndihmojnë për ta zvogluar këtë listë të pritjes. Doktor, sigurisht ju mund të flisni pak më shumë rreth bashkëpunimit që keni me mjekët apo visiting doktor që përmendi doktoresha, pra si është ky bashkëpunim dhe sa arrini që fluksin e pacientëve le të themi ta zvogloni në këtë drejtim. Po, unë jam një nga ata të cilët kam marrëveshje me spitalin e Tetovës, për ndryshe jam i punësuar tash për momentin spitalin e përgjithshëm të Gostivarit. Në bashkëpunim patjetër e kam të përmendi dhe t'i falenderojmë edhe në emër të kryeshefes, doktor Bekim Tateshit, i cili me ndihmën e atij jemi të realizu krejt këto. E kemi krijuar një ekip edhe gjatë çdo jave e caktojmë një ditë ku tentojmë që numrin e pacientëve ta zvoglojmë, ta ulim, për shkak se dita ditës numri i pacientëve shtohet. Bashkëpunimi është shumë i mirë, mendoj që do vazhdoni me këtë ritëm. Doktoresh, përpara se të dalim në fund, doja pak të ndalim në një risi e cila ka të bëjë me fëmijët ose me nxënësit që duhet të hynë në klasën e parë. Kjo është shumë e rëndësishme për t'u theksuar. Po, mendoj se rreth 5 vite është si kërkesë e domosdoshme e Ministrisë Arsimit, fëmijët që regjistrohen në klasë të parë, përveç kontrollit stomatologjik të kenë edhe kontroll oftalmologjik, që është shumë me vend, sepse kemi shumë fëmijë me anomali refraktare. X arsye, fëmijët duhet të nështrohen këtij kontrolli në fillim të regjistrimit në klasë të parë. Une, shumë mirë që e çele këtë temë, apeloj te mjekët AM se termine për këto fëmijë janë termine të veçanta, me grafën ambulanta za prvačinja. Edhe mjekët AM e kanë obligim aty të caktojnë termine për këto fëmijë. Këto termine do të jenë të hapun
prej muajt shkurt e deri në fund të gushtit. Mjaftueshëm për tetovën, rrethinën edhe më gjerë që të përmbyllet epizodi i të gjithë fëmijëve që do të regjistrohen në klasë të parë. Na ndodhen që fëmijët vinë me udhëzim me prioritet për regjistrim të klasës parë. Udhëzimi me prioritet ka një graf ku ne duhet ta evidentojmë se është rasti urgjent. Fëmia për regjistrim të klasës së parë nuk është rast urgjent. Përsëri apeloj mjekët am, nga fillimi i shkurtit, terminet do të jenë të hapuna, ambulanta za përvaçinja, të gjithë fëmijët në kapin aty termine të jenë të kontrolluar siç duhet e jo me shpejt. Pra që të mos u vështirësojmë punën edhe oftalmologëve, edhe prinderve. Një apel për të gjithë mjekët am, pra prej fillimit të muajit shkurt deri në fund të muajit gusht, keni mundësi për të kapur terminet dhe për të çuar fëmijët tuaj në kontroll oftalmologjike që të kenë mundësi të regjistrohen në klasë të parë, ashtu siç bëhet edhe me disa kontrolle tjera. Kontroll të domosdoshëm, patjetër. Kontroll të domosdoshëm. Doktor, çfarë porosie le t'i themi do të kishit për pacientat, fillimisht për shëndetin e syve të tyre, e pastaj në përgjithësi edhe ndonjë porosi për të pasur një jetesë më të mirë dhe më cilësore, më të shëndetshme? Po nëse më lejohet prej te mosha e fëmijëve të cilën e cekëm pak më herët, është e mira ajo të cilën e bëni ministria dhe patjetër që fëmiu të vjen për të na leju që neve ta kryejmë punën si duhet, si se ceku edhe doktoresha, na duhet një kohë më e zgjatur që pacienti të dalë në kontroll të plot. Për atë edhe t'i kapin terminet, ashtu si tha doktoresha, dhe mos të vinë si raste urgjente, se rastet urgjente e kemi kohën e limituar për t'i kontrolluar dhe aty mund të kemi ndonjë diçka që të na ikë nga dora, edhe pacienti ndoshta mund të mos kontrollohet si duhet. Ajo është e para, kurse për pacientët që tjerë madhor, ajo që do i kisha thënë unë që çdo vit të bëhet nga një kontroll, këtu do t'i ceksa pacientët të cilët janë me diabet, të cilët kontrollat duhet t'i kenë më shpeshta në 6 muaj, pacientat të cilët janë me shtypje të lartë të syrit, me glaukom, e cila njihet në popullat, edhe ato kontrollat nuk është keq që t'i bëjnë në 3 muaj. Këtu do i kisha shtu edhe perimetrin ose fushën vizive, të cilët ne kanë të detyrimisht që ta kryejnë, për shkak që t'i parandalojmë ajo që mund të na ndodhe nesër. Edhe apeli im është që t'jenë të rregullt në kontrolla, mos t'i lëshojnë kontrollat kur i bëjnë terminet, për shkak se nëse ndodhen diçka të disa smundje që i kemi të syt, atëherë nuk mundet që edhe ne të bëjmë diçka më tepër për ato. Po, sigurisht. Kështu që më mirë është që ta parandalojmë sesa ta mundohemi ta shërojmë. Është ajo rregulla e artë e mjekësisë. Doktoresh, përpara se të marrim porosinë tuaj, ju na keni siguruar edhe disa nga fotografitë, të cilat do kisha dashur që Redia t'i ndjekim edhe t'i komentojmë bashkë. Unë kam siguru do fotografi me qëllim që pacientët t'i njoftoj me njerëzit me të cilët ato do të hasen edhe ballafaqohen kur do të vinë në repartin tonë. Ky është timi, ky është ekipi i shkëlqyer që ne punojmë në oftalmologji, edhe pacientët sadopak t'i njohin personelin. Po edhe aparaturën që të dinë se për çka bisedojmë. Atër kjo është fotografia e parë? Kjo është fotografia e parë. Këtu jemi përgjithse, do me thanë unë si kryeshefe, motra kryesore Natasha edhe motra kryesore e sallës, motra Elif. Këtu jemi prap një tim i disponuar në ambulanta poshtë. Kjo ambulant pikërisht është ambulanta ku kryhen intervenimet e mikrokirurgjisë. Laseri që e presim të riparohet edhe të fillojmë me punë bazë vitit të ri. Përsëri ekipi jonë i shkëlqyer. Këtu është një aparat në të cilin e kontrollojmë segmentin e përparëm të pacientit, shpalt llampa. Këtu matet tensioni i syve dhe pacientët shumë shpesh vinë me pyetje çka është ai tensioni i syve, në korelacion me drejtorin nga viti i ashëm, fillim të vitit të ashëm, do të caktojmë një ditë në muaj ku do të kemi kontrolla falas vetëm për tensionin e syve për pacientët. Pa udhëzim, pa pritje, pa rende. Për ndryshe do të kisha shtuar se llogaritet si smundja e vitit 2014, smundja e ashme glaukomi, edhe atë duhet të kemi parasysh. Do të thënë ta dim pacientët se për çka flas. Për atë japëm rëndësi të madhe. Këtu është e kabineti ortoptikës. Motra Mamudije e punon këtë kabinet, edhe kemi një aparat të vjetër, një sinoptofor, por me sukses të madh te anomalit refraktare tek fëmijët, edhe për kontroll, edhe për ushtrime. Kabineti ortoptikës. Në punë ambulant.
Këtu është e perimetria, fusha vizive. Kjo është një ndër aparatet të cilët e kam kërkuar si aparat të ri të na sjell Ministria në vitin e ardhshëm. Duhet nga njëherë të refreshohen edhe aparatet, se edhe ato lodhen. Laseri, kabineti laserit, ashtu punojmë me kabinete të pjesës së segmentit të përparëm, segmentit të mesëm, kabineti glaukomës, kabineti i retinës e tjerë. Këtu jemi shumë të disponuar, mendoj se këtu kanë mbaruar operacionet. Jemi pak të lodhur, por foto shumë e mirë mbas operacioneve, intervenimeve në sallë të operacionit. Këtu është aparati i EHOS, do me thënë që ajo që matet tjerza para nështrimit të operacionit. Këtu është refraktometri për anomalit refraktare, është një refraktometr digital, edhe kjo është në funksion shumë të mirë tash për tash. Nuk e lodhi drejtorin me këtë aparat në sjell të ri. Sala operacionit me pajisje shumë të mirë që t'i dalim në qosh operacioneve të kataraktës. Aparati Fako për intervenimet me laser që e ceke para, prapë është sala në pyetje. Sala si duket, mos frigen pacientët se nuk është kur gjo, punohen operacionet me anestezion lokal, për 15 minuta dalim prej sale, kushtet i kemi top në repart, janë të qetë edhe kështu që kryen intervenimet me sukses. Motrat të disponuara dhe gjithmonë në shërbim të popullit. Dhe për fund, doktore, që ishte porosia juaj për pacientat e... Unë për fund, si e para njëre, do të kisha falenderu ti, Ariana, që u japish mundësi pacientëve të njifen me repartin tonë, të njifen me disa sëmundje të cilat u duke ndonjëherë ndoshta edhe bauk, edhe ndonjë temë pak më e rëndë, nuk është, të njifen me, prap do e ceki me personelin, se ne jemi shumë njerëz të sjellshëm dhe mikpritës kur vinë në shtëpinë tonë, oftalmologjia është shtëpia jonë e dytë. Në kohë të fundit jemi të angazhuar shumë me pacient, por me shumë dëshire punojmë punën tonë, se çdo njani e kemi pas dëshirë këtë profesion edhe e punojmë. Jemi të hapur 24 orë për pacientët tonë, për lloj intervenimesh ose ankesash ose kontrolla. Edhe do kisha dash të shtoj që unë jam nga 24 orë, 20 orë në punë, duke marrë vullnetin e madh nga 2 çupuluçat fëmijët e mi që më përkrahin gjithmonë në çdo gjë. Unë ju falenderoj shumë që ndat nga koha juaj për të na nderuar dhe për të folur për një temë kaq të rëndësishme. Ju dëshirojmë shëndet dhe punë të mbarë. Faleminderit. Mendoj se do të shihemi përsëri mbas vitit të ri, nëse drejtori e mban premtimin që të na sjellë ato aparatura. Patjetër, faleminderit edhe një herë. Çdo të mirë. Faleminderit. Të nderuar shikues, pra kemi folur në këtë emision në lidhje me funksionimin e repartit oftalmologjik dhe një herë ritheksoj mirënjohje për të gjithë mjekët, kirurgët, motrat, infermierët, të gjithë të cilët janë pjesë e stafit të këtij reparti. Faleminderit për vëmendjen, shihemi javën tjetër. Deri atëherë, mbeqi me shumë shëndet. Mirupafshim.